Të nderuar drejtues të seancës, fort të nderuar profesor Sabriu dhe të gjithë ju pjesëmarrës. Sinqerisht që ky tubim shkencor ishte shumë i nevojshëm. Unë personalisht kam marrë pjesë në 4 konferenca shkencore ndërkombëtare, ku kam trajtuar këtë temë në vakefeve, duke filluar që nga viti 1985. Për herë të parë, Akademia e Shkencave Shqiptare organizon një sesion shkencor kushtuar vakefeve, mendojnë në atë kohë të thepesën, që ishte ai sistem, në fshatin Trebick. Dhe që aty jam njohur me këtë nocion mbas studimeve të larta, më ka bërë shumë përshtypje, por kufizimet ishin të tilla që nuk zgjeroje dot njohuritë dhe ato që kishin bërë botuesit e parë mbetshin, kalonin copy-paste nga njëri tek tjetri dhe unë kisha problem, thosha jo. Kur do vi dita që të mësojmë të vërtetat për vakefet, sepse ka një veçori, ndryshe nga kumtuesit e tjerë këtu, dhe mua më bëri përshtypje edhe tek prezantimi i përgjithshëm aty, doja ta dëgjoja dhe emrin vakefet e Korçës, por nuk është faji juaj sepse njohuritë janë të pakta dhe pak është folur, pak është propaganduar. Profesor Sabriu dhe ju më dhat mundësinë që para 2 vjetësh, fiks në këtë datë, si sot, kam folur, ishte tema e xhamisë, e ceka dhe këtë punë e vakefeve. Nuk dua të lexoj këtu, po dua të bashkëbisedoj më tepër, sepse në radhë të parë dua të vë thekset e diçka që ju keni nuhatur që e keni trequr këtë temën e vakefeve sot. Në një kohë kur mbar globi është në krizë, identiteti, goditen familja, siç dëgjojmë, morali, shumë gjëra, dhe sjellja e vakefeve, risjellja në vëmendje të vakefeve është një mesazh shumë i fortë që jepet nga Prishtina dhe unë krenohem me Prishtinën sot. Tekstualisht kam shkruar këtu. Para në këtë aspekt, qytetërimi i vakefeve me bamirësinë hyjnore, që unë s'dua të flas sepse e trajtuan shumë bukur të tjerët, ishte dhe është një prej qytetërimeve që ja zbardh fytyrën, e shpëton krenarinë dhe nderin e njeriut sot, sidomos sot, në këtë shekull të trazuar me aromë lufte në eter, kur duhet të rigjallërohet moralisht bota e zhytur në lakmi, krime, korrupsion e padrejtësira. Domethënë, kjo konferencë e jep këtë mesazh fuqishëm. Kumtuesi tu sjellin detaje, por unë nuk po zhytem në detaje në temën që ju trajtoj për Korçën, sepse ka disa veçori. Aspekti që unë duhet ta kap është vakefet nuk lindën rastësisht, që në kohë të vjetra që kanë dalë, më bëri përshtypje profesor Ermali që e ndau atë periudhën e para Sultan Bajazitit, që ato u mbyllën një herë dhe u riçelën prap, sepse u vunë rregulla shumë të reja për krijimin e vakefit. Dhe vakefi zakonisht kalonte nga prona mylk. Dhe çdo feudal, çdo i pasur kishte të drejtë që ta kthente pronën e tij mylk personale, sa e kuptoni mylk, në vakef. Por kishte kushte shumë të forta, sepse të ardhurat e këtij vakefi, sikurse u përmend, duhet kalonin një pjesë për xhamit dhe pjesa tjetër për punë publike. E theksoj këtë të punëve publike, sepse Perandoria Osmani në atë kohë i bënte llogaritmir, nuk e çoi kot këtë lejën për të kaluar krijimin në vakefeve. Në zonat e thella ata i kishin shumë të vështirë të mblidhin taksat. Dhe lënia në kompetencë e vakeflansit, vakefkrijuesit, e lehtësonte shumë punë, sepse ai merresh me çezmat, me rrugët, domethënë tërë punë publike një pjesë të ardhur e kalonte atje. Kurse pronarët e tokave, feudalët, ta themi trosh fare, kishin interes që ta ktheni pronën e tyre mylk në vakuf. Pse? Sepse në kohë ngushticash financiare të Perandorisë Osmane, këta i shpëtonin tatimeve. Sepse kështu ishte rregulli, nuk tatoshin, nuk tjetërsoshin, nuk trashëgoshin, pra ato me ligj i kishin këto rregulla. Dhe kjo u interesonte shumë. Pastaj i shpëtonin taksave të asaj kohe. Tjetër, vakefi kishte marrë dhe atë nuancën e shenjtërisë, ishte gjë e shenjtë, sepse përderisa bënte bamirësira, atëre ajo krijonte atë anën edhe hyjnore, anë hyjnore, por njerëzit kishin frikë të vinin dorë, sepse vjedhjet ishin të zakonshme në atë kohë. Sulmet e bandave ishin zakonshme. Ama në vakef nuk vinje dot dorë. Kështu që këta u shpëtonin edhe sulmeve të tyre. Dhe e mbyll këtë anën teorike të kësaj teme. Vim te Korça. Dëgjova që vakefi i parë është i vitit 1439, Ermal? Në manastir.
Ndërkohë në Shqipëri, rolin pioner të vakefit e ka Ilyas Bej Mirahori, të dokumentuar me 4 fermane që gjenden Ermal jedi shumë mirë dhe unë pata fatin të shoh në arkivin qendror të shtetit shqiptar. Dhe këta janë shumë interesante, mjafton me vetëm ato po të përkthesh, mëson historinë e vakefeve, kushtet e gjitha që virshin për të krijuar këtë lloj prone. Them, pra vakef është lloj prone krahas timarit, mirjes, me truqit, e tjera që ishin ato. Pra është lloj prone. Sepse njerëzit nuk e dallojnë dot këtë nocionin e vakefit njërë. Dhe themelus i vakefit në Korçë është Ilyas Bej Mirahori. Figura e tij është madhore. Ai është një njohur shumë në histori, sidomos në marrjen e Konstantinopolës. Kuptohet që i marrë me sistemin e Devshirmes, është marrë në zonën e Panaritit nga Sultan Murati II. U edukua në Drine, shkurt po i bie, dhe ishte ndër ushtarakët më të shquar të perandorisë. Trimërinë e tij e tregoi aty në ball dhe legjenda e marrjes e rënies së fundit të Porte Art, miri them atje, Porte Art ku ishte aty, tregoi në divanet e sultanit për një kohë shumë të gjatë. Dhe ai u shpërblye pastaj duke u bërë i pari i stallave, pra i prapavis perandorake, me titullin e lartë Mirahor dhe Koxha Mirahor. U caktua në disa vilajete si drejtues dhe në fund fare në prag të pleqërisë ai kërkon të kthehet. Tani këtu theksoj përsëri që nuk është kthyer këtu thjesht sepse donte të shkëputësh nga perandoria, por kishte një detyrim ndaj vendlindjes Panarit, donte ta bënte qytetin e Panaritit të lulëzuar dhe është ndër të vetmit funksionar të lartë të perandorisë që ka sill gjithë pasurinë këtu në Shqipëri. Dhe kjo e ngre shumë lart si figurë, duke mos e lënë një figurë lokale, por me karakter kombëtar. Ai tër pasurinë sot mirë, po Panariti kishte filluar rrëshqitjet në terren shumë i vështirë, atëherë kërkon tokë në Korçë, në fushën e Korçës. Dhe nuk po zgjatem te 4 dekretet që i ka lëshuar Sultan Bayezidi i dytë. I pari është i 1484-s, ku nuk po u përmend fshatrat që merr, i dyti është 1406-sh, ky është thelbi, i jepet Peskopja ose Peshkopia, siç quhen atë kohë. Peskopja ishte një qendër e vogël fetare me 25 shtëpi, se ca thon 15 sa 5, sa e përkthejnë fjalën Peskopje me 5 shtëpi, asnjë nuk është e saktë dhe e argumentuar shkencërisht. Dhe masi merr këtë, aty ky themelon qytetin e Korçës. Dhe këtu në Korçë tani ka lindur një debat i madh midis historianëve, sepse nuk është themelus, duan që të mos e pranojnë themelimin e Korçës nga Ilyas Beu. Faktikisht, ai është themelus i Korçës moderne. Dhe në fermanin e 1496-s dhe të 97-s, thuhet shprehimisht, i jap fshatin Peskopje, që është në varësi të Gjeriçes. Dhe këtu pranojnë tani të dy variantet. Gjeriçe është Korça, turqisht, Korica, greqisht. Pra, Gorica, slavisht. Dhe kështu ka evoluar emri i Korçës. Ja u them këtë për ta ditur sepse ne kemi më të vështirë në Korçë, edhe unë personalisht, për ta pranuar këtë fakt që po ai është themeluesi i Korçës moderne. Ka qenë një Korçë e vjetër dhe as arkeologët nuk po e gjejnë dot, as historianët, as punojësit e arkivave që kanë gërmuar edhe në Stamboll nuk gjendet se ku është. I është thënë që ndodhet kjo, për mendimin tim sipas të dhënave është rreth Moravës ose diku nga krahu i Devollit, aty mbetet, por këta i bien shkurt e thonë jo. Korça është kjo e sotmja. Korçën e ka themeluar ky njeri që solli pasurinë aty, po dhe ishte edhe një adetar shumë i madh. E veçantë është se ky themeloi edhe Korçën dhe institucionin e vakefit. Tani, vakefet e Korçës, ndryshe nga vakefet që prezantuat juve këtu, janë shumë të mëdha në shtrirje. Dhe është një kombinim, sepse u përmendën vakefi monetar, vakefi me pronësi toke, dhe vakefi institucioneve. Aty ne kemi të gëshetuara këtë të tokave me institucionet. Dhe ai arrin deri në 200 km2. Tamë 200 km2 ka shtrirje. Dhe ka ekzistuar deri në vitin 1912. Përfitimet që kanë pasur fshatrat, 12 fshatra që kanë qenë shumë të mëdha, të cilat kanë qenë të krishtere dhe mbetën të tilla, vetëm Panariti u kthye në fshat musliman nga influenca e Mirahorëve.
Dhe të gjitha këto kanë qenë, dhe të gjitha janë nështruar sistemit të vakefit, kanë paguar dhe taksa. Megjithatë, theksoj që në ligjet e asaj kohe të krishterët atoshin më tepër. Ilyas Bej Mirahori e lehtësoi këtë punë dhe ata të krishterë dhe muslimanët që ishin që u kthyen pjesërisht Panariti, kishin këto favore, nuk shkonin ushtar. Tokën ja u lanë. Taksat më të lehta, ishin të lirë dhe më kryesorja Hanit që ngriti në Korçë, Ilyas Beju, të gjithë fshatarët, gjithë krahina, vinte hante, pinte falas dhe streonte baktin falas aty. Këto ishin përfitimet. Dhe ndaj ne me të drejtë ja quajmë në Ballkan është vakefi më i madh, mundet që të krahasohet me atë të Evrenos Beut në Selanik. Mos gabohem. Për nga të ardhurat që kishte. Por në shtrije gjeografike ai është më i madh në Ballkan dhe na ka lënë trashëgim dhe një emër. Ndryshe nga të tjerët ku këtu kanë emër vakef vetëm institucionet, në Korçë kemi krahinë e vakefeve prej 500 vjetësh. Dhe unë jam kryetari i shoqatës adetare të krahinës së vakefeve, që e dua shumë dhe atë emër e pëlqej shumë sepse është një emër i shenjtë, pavarësisht se të tjerët e anatemojnë, jo pse të mbash një këtë emër, jo si qyshtek, për mua ishte emri më i bukur që kemi. Dhe na u dha mundësia që edhe këtu ta bëjmë propagandën para 2 vjetësh, edhe sot bashkë me juve, dhe ju falenderoj për vëmendjen, edhe gjithë institutit i uroj më të mirat që na e dha këtë mundësi për ta bërë publike krahinë e vakefet të Korçës. Është krahinë tani, është krahinë. Tërë ato fshatet e krishterë kështu kanë mbetur me emrin vakefe. Faleminderit.